Natyrisht kjo me theks veçantë në fushën civile është diçka që karakterizon në vazhdimsi sistemin tonë të drejtësisë. Sigurisht shkaqet janë të shumta, mungesa e numrit të gjyqtarëve, edhe bashkëpunëtorëve profesional dhe stafit tjetër, po këto kohët e fundit kemi disa tentativa dhe përpjekje serioze të Këshillit Gjyqësor të Kosovës me theks veçantë në drejtim të rekrutimit të gjyqtarëve dhe shtimit të kapaciteteve, dhe të shpresojmë që edhe institucionet, në këtë rast edhe qeveria edhe kuvendi, të reflektojnë në raport me kërkesat buxhetore shtesë, në raport me nevojat dhe domosdoshmëritë që ka sistemi i drejtësisë në përgjithësi e sistemi gjyqësor në veçanti.